Arrestohet i mituri në Ferizaj, narkotik, pistolet me gaz e çka jo tjetër. Pas një aksioni policor të zhvilluar në Ferizaj, është arrestuar një i mitur, pasi gjatë kontrollit në banesën e tij janë zbuluar narkotik, armë si dhe mjetet të tjera që dyshohen se shërbenin për shpërndarje. Ngjarja ka ndodhur këtë hënë, ku sipas informatave që ka siguruar gazeta Sinjali, gjatë arrestimit të miturit L.I. për një rast dhunimi në banesën e tij janë gjetur marihuanë, kokainë, marihuanë në formë çokolate, pistolet me gaz, thik, 400 euro para të gatshme, peshore digjitale, letra për mbështjellje të narkotikëve, si dhe 2 telefona. Imagjinojeni, vlera e substancës narkotike vlerësohet të jetë rreth 1.600 euro. Në lidhje me këtë rast, është njoftuar prokurori kujdestari i departamentit për të mitur në Ferizaj. I dyshuari është intervistuar në prani të avokatit dhe nënës së tij, i cili më pas është ndaluar për 24 orë. Rasti është iniciuar për veprat penale, blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope ose analoge, si dhe mbajtja në pronësi ose kontroll të paautorizuar të armës.